Shikuesor News ju përshëndes ju ftohtërisht në parashikimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Europa qendrore, Ishut britanik dhe rajoni Balltikut do të dominohen nga moti i paqëndrueshëm, ndërsa pjesa e Evropës jugore do të vijojë me mot të kthjellë dhe temperatura të larta. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoal, moti do të jetë kryesisht i kthjellë dhe shumë i nxehtë, ndërsa pasdite do të priten vranësira kryesisht në zonat veriglindore dhe juglindore. Temperaturat do të luhaten nga 12 deri në 35 gradë Celsius. Erfën me një shpejtësi 25 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet dëtare do të jetë i ulët. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rajonit të Europës për ditën e nesërme. Pjesa më e madhe e Europës do dominohet nga masa ajrore të paqëndrueshme, ndërkohë nga dishulli iberik, pjesa e Italisë dhe brigjet e detit të Zi do të mbeten me diell dhe temperatura shumë të larta. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoal, paraditja do të jetë me diell dhe e nxehtë, ndërsa pas mesditës do të priten vranësira dhe rrebeshe afat shkurtër, kryesisht në zonat juglindore. Temperaturat do të varojnë nga 11 deri në 36 gradë Celsius, ndërsa ajra fryt me një shpejtësi 28 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet dëtare do të vijojë të jetë i ulët. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoal për vendin dhe rajonin. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër në vend të Europës. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.